Konstatoj se në salë janë të pranishëm 118 deputet, plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për raportin e Komisionit të përkohshëm. Kush është për? $118 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Kuvendi miratoi raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve të legjislaturës së 10. Vazhdojmë me pikën 2 të rendit të ditës, betimi i deputetëve. Të nderuar, ju njoftoj se betimi solemn i deputetëve është një veprim i parapar me kushtetutë dhe me rregullore të Kuvendit. Tekstin e deklaratës së betimit e ka secili deputet e deputete para vetës dhe e njëjta duhet të nënshkruhet personalisht. Për ta përmbushur këtë detyrim, luz deputetët e deputetët që të ngrihen në këmbë ta dëgjojnë tekstin që do të lexoj unë dhe vetëm në fund të gjithë së bashku shqiptojmë fjalën betohem. Teksti i deklaratës së betimit është: unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetasve të saj. Do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit në përputhje me ligjet e vendit. Betohem. Lus deputetët që personalisht të nënshkruajnë tekstin e deklaratës së betimit dhe të dorëzojnë shërbimet të deputetëve.